Edhe nëse ty të sheh, për shembull, rrugës duke shku me pantallona të shkurtra ose me një fund të shkurtër, pa marrë parasysh nëse si je shumë e zbuluar vetëm pse je femër e lirë, ato me një herë kanë një paragjykim. Mbulesën vetëm kur hi nëpër shtëpia të Zotit, nëpër xhamia, nëpër që falësh, atëherë mundesh me të dhënë, për ndryshe s'ka nevojë. Mi luftu në luftën e dytë botërore me i dhënë femrës shumë përparësi, me nxjerr femrën nga timijat e turkut ose shqiptarët e pashkolluar, femra është gjithmonë shërptore. Mirë. Ishin bashkë me dikon? Po, me bashkëshorte. Ku jetoni në Palë? Në Holland. Në Holland. Sa vite? 30. 30 vite. Po. A e ke marrë ti bashkëshortin, a e ty të ka marrë? Na kemi qenë këtu të marrën. A i ka shku para me, pastaj unë kam shku pas ti. Okej. Pas ka shkamen të vërmen letra, që mi ki bo ti? I kena bë bashkë. I keni bë bashkë? Si ka bë asnjëri, i kemi bë bashkë. E si e sheh këto letrat se u bë shumë e madhe, nëse një gruaja ka bë letrat më herët dikujna, koqa, domethënë, ka qenë hirt aty. Është shumë e komplikuar kjo gjë, kjo se mentaliteti ndryshon prej atyre që jetojnë jashtë dhe atyre që vinë prej këtu. Sado që jeta është ndryshu, ka modernizëm, prapë është mentaliteti ndryshëm prej Evropës në Kosovë. Kur jenë të kjo pjesë, a e një mbrapa me mentalitetin ku jetë ti atje me këtu vendin tonë? Këtu janë shumë brapa. E qka jenë brapa dukna? Po, çdo kush e shikon në një tjetër diapazon jetën. Atje shikon ndryshe, këto shikon ndryshe, atje s'mirët askush me jetën e huaj, mirën ma shumë me punët e veta, vetëm si për humor, nga njëherë mirën me thashe thëna, por ato janë këto ma shumë mirën me jetën e huaj se me jetën e vetë. Komplikojnë jetën e vetë u marrë me punët e huaja. Do mos një grua këqyrin shumë ndryshe këtu. E shikojnë shumë ndryshe. Ka qenë gjithmonë, ka qenë gjithmonë. Sa të pengon kjo që një grua dhe më thënë e shikojnë me një sy tjetër në Kosovë? Unë pengon shumë, por unë e kuptoj që gjithkund ka paragjykime. Nuk e marr afër zemrës pse, mu më pengon dhuna ndaj femrave. Ajo më pengon, ato e kisha luftu. Sa i përket si e shikojnë, janë gjërat që gjithmonë, jashtëzakonisht feja e luan një rol shumë po. Sa po të feja? Se mentaliteti tek feja muslimane është që një femër nuk guxon mu zbulu, nuk guxon, janë shumë gjëra që mu zbukuru ato, zbukuruan ma shumë të gjitha, por ajo është veshja, edhe nëse ty të sheh, për shembull, rrugës duke shku me pantallona të shkurtra ose me një fund të shkurtër, pa marrë parasysh nëse si je shumë e zbuluar, vetëm pse je femër e lirë, ato me një herë kanë një paragjykim. Ajo s'm pëlqen. Sa ka pengu ty kjo? A ke paragjykuar herë? Jo, shiqohën e vetë jam muslimane dhe gjithmonë kam adhuru Zotin Allahun. Po pengon mentaliteti i muslimanizmit që shumë paragjykime ka, shumë. Ajo s'm pëlqen. Ti kur beson në Allah ose lutesh 5 vakte, pse duhet ta paragjykosh dikan? E këto ekstreme për ty? Janë shumë ekstreme. Ti nëse shpirtin e kitë pastër edhe lufton për me u lut, me arrit diçka në besimin tanë, pse mirësh me paragjykime? Pse mundosh dikujt tjetër me ja imponu, lere çdo kanë le të vendos vetë? Në që vendin tonë ku jeton atje nuk i shikojnë këto, ma shumë tek ne i shikojnë. Tek ne është gabimisht, nuk din ta shikojnë. Tek ne çdo gjë bëhet gabimisht. Kurse në Holland, një holandeze është konvertu në islam dhe jeton jetën e lirë, me dash të vën shamin, me dash se vën falët, por gjëra tjera s'kanë rëndësi, ato janë diçka tjetër, po vetëm te shqiptarët e kanë marrë je musliman, duhesh kështu dhe pikë. Po. Mbulesën pse shojnë patjetër? Kjo është gabim, se mbulesën vetëm kur hi nëpër shtëpia të Zotit, nëpër xhamia, nëpër që falësh, atëherë mundesh me të dhënë, për ndryshe s'ka nevojë. S'do me thonë, janë të gjëra që s'din ta kuptojnë prej Kuranit. Ta kështë dash me ndryshu në Kosovë? Shumë gjëra duhen më ndryshu. Jashtëzakonisht kjo që janë kthy shumë brapa. Na populli shqiptar e dimi që kemi qenë me rrënjë katolik. Edhe
Unë të dyja të adhuroj, se i di stër gjyshrit e mi, 4 gjyshrit që kanë qenë, por shamin cila ka dashur e ka vënë, edhe ose si hobi, ose edhe nuk ka nevojë na me marrë aq ekstreme që duhet patjetër me vënë shami, kemi luftu në luftën e dytë botërore me i dhënë femrës shumë përparësi, me nxjerr femrën nga dimijat e turkut, ose janë gjëra që s'janë trashëgimi shqiptare. Unë nuk jam as kundër asaj, por jam vetëm kundër dhunës edhe me trajtu femrën keq, se femra do të me nejtë shtëpia, me bë bukën, me rrit fëmijët, a me shiku si thot Kurani, femra do të mi pas disa shërptore rrethit me ndihmu në familjen, fëmijë. A me që u trajtohet hala një femër si shërptore? Shërptore gjithmonë të shqiptarët. Të shqiptarët e pashkolluar femra është gjithmonë shërptore. Kjo është shumë e rëndë. Një mashkull që ka lind një femër nuk do të një femërën me trajtu shërptore, sa ajo ta ka dhënë jetën. E unë